Krishti besoj për ju, duke ju lënë shembullin që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tij. Ai që mëkat nuk bëri dhe në guzët e tia nuk u gjet gënim, ai që i fyr nuk hakmerrej në fyrje, dhe i salkuar nuk kërcenohej, por ja lëshon të qefin e vet, atij që kërkon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori i trurin e kryqit në mëkatet tona, që duket që të vdekur për mëkate të jetojnë për drejtësi. Atë si shërbim. Përballurit të poshtë. Jezu Krishtin e gjykojnë për vdekje. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë. Turati tha, që të njeri e sodhët para meje, duke paditur se po nxitnin popullin për kryengritjen. Dhe ja, unë e pyeta para jush, e nuk të gjeta fare, për të cilin ju e paditni. Që, pra, a i s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Ju dejnë bërtitnin, nëse e liron këtë, nuk je mik i perandorit. Kushdo e bën veten mbret, është kundër perandorit. Kur Pilati i dëgjoi këtë fjalë, e qiti Jezusin për jashta, ul në selinë e gjykatorës, në vend që quhet Kaldrëm. Dita ishte dita përgatitjes së Pashkëve, e ju thonë judenjve, që e mbreti juaj? Ata atëherë bërtitën. Hiqe, kryqëzoje, ta kryqëzojnë mbretin tuaj, u tha Pilati. Krerët e prifërinjve përgjigjen, ne nuk kemi tjetër mbret, përveç perandorit. Atëherë, u dorëzoi të kryqëzohet. Sa mirë na ke mësuar o Krisht, mos gjykoni dhe nuk do të gjykoheni, mos dënoni e nuk do të dënoheni, falni e do të gjeni falje. E ne si e mbajmë këtë urdhër tëndin. Shën Giovanantida në lutjen e saj, shpret kështu. Jam e gatshme të vuaj gjithçka që ti dëshiron, o Zot, për lavdin tënde dhe për shëntërimin tim. Qoftë lumjati të birit e shpirtit shëhet. Në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Alma për Leka, Lenci, shpito Lenci. Jezu Krishti është ngarkuar me kryq. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë. Se me kryqin tënë të shenjtë e shpërbleve botën barë. Jezu Krishti ka thënë, nëse ndokush do të vi pas meje, ta mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet çdo ditë e të më ndjekë. Atëherë Pilati vendosi të bëjë ashtu si kërkonin ata. U alëshoi atë që u burgos për kryengritje e vrasje. Ato që kërkuan, kurse Jezusin u dorëzoi vullnetit të tyre. Jezusi duke mbartur ai vetë kryqin e vet, doli në vend që quhet Kafka, hebraisht Golgota. Jezu Krisht, sa herë themi edhe ne, pa përshuar mirë fjalët, jam i gatshëm të pranoj në jetën time gjithçka të më çojë dora e Zotit. E kur të më vi kryqi i jetës, harrojmë shpejt fjalët e tua. Nëse ndokush do të vi pas meje, do të mohoj vetveten, ta marr kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjekë. Sepse kush do të shpëtoj jetën e vet, do të humbë, ndërsa kush ta humb jetën e vet për shkakun tim, do të shpëtoj. Jezusi është modeli im i përsosur. Unë duhet të ndjek atë në vuajtjet dhe depështërimet e tij. Është rruga më e sigurt për të arritur në portin e shpëtimit.
Qoftë lumniatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne, Mëshirë për ne. Për tek ndalesa e tretë përgatiten çunat e sportit. Të lutemi për gjitha çiftet që Zoti t'i bekojë me dhuratën e një fëmie. Të falemi Mari, plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Të ndalurit të tretë, Jezu Krishti i bie të parën herë nën kryq. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë, se kryqin të shëtësh për vjedhje botën marë. Shpirti i shenjtë na mëson. Shërbëtori im i drejtë me mundimet e veta do të shpëtojë shumë njerëz dhe mbi vete do të marrë fajet e tyre. Ai që ndërshkuar për të na fituar paqen, me varra në gojën e tij në ushëruan. E quan por si qohet qengji për të prerë, por si delja pa zë para qethtarit, ai se qeli gojën e vet. Bën o Zot që ndër gjundime dhe prova jetësore, mos të harrojnë nxitjen në apostullit, e prap se prap në të gjitha këto, jemi më tepër se nga gënjës, në sajt atij që na ka dashur. As vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as e tashmja, as e ardhmja, as fuqit, as forcat e lartësisë, as ato të hunerës, dhe as një krijes tjetër nuk do të mund të na ndajë për dashurisë të hyjt, që na u doftua në Jezu Krishtin, Zotin tonë. Shenjë Giovanantida përjetoi shumë vuajtje gjatë jetës së saj, duke filluar me humbjen e nenës, kur ishte vetëm 16 vjeç, dhe duke ju dashur të kujdesej për familjen e saj me shumë vëllezër e motra. Qoftë lumniatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mëshiro Zot për ne, Mëshirë për ne. Ndalesa e 4 përgatitet tjetër dhe Ariana Fusha, Ariana Bardhoku, Veronika. Falenderojmë o Zot për gjithë ata që merren me fëmijët. Nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Hajde një Ariana Petri, edhe Ariana tjetër. Të 4. Jezu Krishti hasë në nanën e vetë. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë, Se me kryqin tënd të shenjtësh për vdekjen tënde. Atëherë Simoni i tha Maris, nënës së tij: "Shi, hy e caktoi këtë fëmijë të shkaktoj rrënim e ngritje për shumë kënd në popull. Do të jetë dhe shenjë të cilës njerëzit do t'i kundërshtojnë, dhe ty vetë një shpatë do ta shprojnë shpirtin." Të
Të gjithë ju që kaloni rrugës, shikoni dhe vështroni, a ka ndonjë hidhërim si që është imi? Me çka të krahasoj? Kujt i përngjan, o bia e Jeruzalemit? Me këtë të krahasoj, si të ngushëlloj, o bie Simonit, sepse mirimi yt është i pamëshirshëm por si deti. Kush do të shtroj? O Zot, sa bukur na ke mësuar me lutjen tënde, kur themi fjalët, bë vullnesta jote si në qiell ashtu në dhe. Që do të thot në jetën tonë, sa herë të duash ti, o e mira pa mbaruar. Giovanantida kishilloi murgeshat e saj me këto fjalë. Le ti drejtohemi atij, të mendojmë për të, të dëshirojmë atë, t'i ofrojmë gjithçka atij. Qoftë lumnia ti të birit e shpirtit shëhet, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mëshira Zot për ne. Mëshirë për ne. I lutemi Zotit që në dhimbjet tonat mos dyshojmë kurrë për praninë e Tij. Falenderojmë o Zot për forcën që ju ka dhënë gjithë njerëzve, të cilët kanë humbur të afërmit e tyre. Të falemi Mari, mirëplot i Zotit me ty, e bekuar jeti të gjitha gratë, e i bekuar është fruti i barkut tënd Jezusi. Shetja Mari, Ine e hyrë, lutu për ne mëkatarët, tash në fjalë të vdekjes sonë. Amen. Dalesa e 5, doktoresha dhe infermierët. Qirin të afër kryqit, breng, afër kryqit qirin, jo shumë distant. Të ndalurit e 5. Jezu Krishti ndihmuar prej Cireneut. Të adhurojmë o Krishte të bekojmë. Pse me kryqin tënd të shenjtë e shpërbleve botën mbar. Ndërsa po e qonin për ta kryqëzuar, kapën një farë Simoni prej Cirene, që po kthente nga fusha. Ja vun në krah kryqin që ta mbante pas Jezusit. Shëlbësi ynë, ne i dim parimet që na i bie ndërmend apostulli. Mos të jepemi pas lavdisë së kot, mos të ngucim njëri tjetrin, mos të kemi smir njëri tjetrit. Edhe më tepër do të mundohemi të zbatojmë gjatë gjithë jetës sonë ligjin e shenjtë. Bartni njëri tjetrin barrën e kështu do të plotësoni ligjin e Krishtit. Giovanantida na fton të besojmë dhe thot, Zoti i merr parasysh të gjitha veprimet tona, të shkruan në librin e jetës edhe hapin me të vogël që hedhin për dashurinë. Qoftë lumnia ti të birit e shpirtit shëhet, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mëshira Zot për ne. Mëshirë për ne. Dalesa e 6 është Danieli. Të falenderojmë o Zot për çdo herë që doktoresha dhe infermierët kanë qenë në shërbimin tonë. Të falemi Mari, hir plot në Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fiell të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari,
Hir plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Danieli është atje në fund. E 6. Veronika ja fshin fytyrën Jezu Krishtit. Ta adhurojmë o Krishte të bekojmë, se me kryqin tënd të shetësh për bleve botën larë. Zemra ime më thot, lype fytyrën e ti, po fytyrën tënde o Zot, unë po e lypi. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje. Nuk kishte në të bukuri as shkëlqim për të hequr shikimin ton, as hieshi për të pëlqyer. I përbuzur për njerëzve, i nënçmuar, njeri dhimbashk i mësuar të vuaj para të cilit çdo kush largon fytyrën. I përbuzur që dhe pa far çmimi. Bëna Zot të thatrojnë në zemrat tona urdhrin e dashurisë vëllazërore. Për të vërtet po ju them, çka do bët për njërin ndër këta vëllezërit e mi më të vegjël, e bët për mua. Giovanantida tha, ne duhet të mësojmë të varfërve, të njohin, të duan dhe të shërbejnë Zotit, dhe të bëjmë pjesërisht atë që shpëtimtari i botës erdhi ta bënte në tokë. Qefluni atit e birit e shpirtit qes, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Ndalesa e 7 janë të gjithë mësuesit. Të falenderojmë Zot që jetojmë në një vend me paqe dhe ta kërkojmë paqen për gjitha ato vende në luftë. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të ndalëve të 7. Jezu Krishti bie të dytën herë nën kryq. Ta adhurojmë o Krishte të bekojmë. E ai i mbarti sëmundjet tona, mbi vete i mori vuajtjet tona, ndërsa ne kujtuam se hy e salvon dhe përvujtron. Për shkak të mëkateve tona e plagosën, për mbrapshtim të tona të ndyra. Mbi të ra ndëshkimi, për shkak të paqes son, me vërangën e tij ne u shëruam. Sepse dhe Krishti pësoi për ju, duke lënë shembullin që edhe ju t'i ndiqni gjurmët e tija. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate, të jetojnë për drejtësi. Esperte në vuajtje thoshte, Zoti na heqë shkopin e njerëzve për të na dhënë atë që të kryqit të tij të shenjtë. Ne duhet ta mirëpresim atë me besimin dhe bujari.
Qoftë lumni Atit të Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Të falenderojmë Zot për gjithë mësuesit, ata të anët që janë lakur, ata që i kemi në rubik. Të falemi Mari. Bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti i barkut tënd Jezusi. Shenjtë Mari, Mëna e Hyjtë, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Të falemi Mari, mirëplotë Zoti me ty, të bekuar jemi të gjitha gratë, Dhe i bekuar është fruti i barkut tënd Jezus. Shenjtë Mari, Mëna e Hyjtë, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes sonë. Amen. Ndalesa e 8, fëmijët që janë në katekizëm, ju që jeni ku përpara të pakun. Të ndalurit e 8. Jezu Krishti i ngushëllon gratë. Të adhurojmë o Krishte, të bekojmë. Se me kryqin të shenjesh për leje vogël e madhe. Pas ti shkonte një shumicë e madhe njerëzish, e disa gra që e qanin dhe vajtonin. Jezusi u kthye ka ato dhe i tha: Vija të Jeruzalemit, mos më qani mua, por qani vete në fëmijët tuaj, sepse ja, po vjen koha kur do të thuhet: Lum beronjat, lum ato që s'lindën kur, atëherë do të fillojnë të thonë maleve: Bini minde, e kodrave në mbuloni. Për ne sot janë ngushëllimi madh fjalët e tua. Nëse ndëkush më do, ai do të më mbaj fjalën. Atim do ta tuaj, tek ai do të vinë edhe tek ai do të banojnë. Kush nuk më do, nuk i ban fjalët e mia. E fjala që po dëgjoni nuk është timja, por është e atij që më dërgoi, e Atit. Giovanna Antida, si nxënës e Krishtit, në ndriçon me shembullin e saj. Është guximi i saj frymëzuar nga besimi në Zot, një mesazh i përditshëm për të gjithë ne. Qoftë lumni Atit të Birit të Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. mëshiro Zot për ne. Mëshirë për ne. Fëmijët e duan Jezusin më shumë se sa ne të rriturit, dhe tani fëmijët përpara do thonë Jezus unë të dua, ne do e përsërisim. Fëmijët, Jezus unë të dua, ne të rriturit e përsërisim. Të dua. Nuk janë të bindur as këta jo. Jezus ne të duam. Jezus ne besojmë. Jezus ne jemi nxënësit e tu. Faleminderit Zot për gjithë fëmijët që shkojnë, që vinë në katekizëm dhe kanë dëshirë të të njohin ty më shumë. Ndalesa e 9 është grupi i vallëve, to që na gazmojnë jetën. Pak si shpejt, Vallëzu. të gjithë shqiptarët dinë me këtyre. Të ndalurit të 9. Jezu Krishti bie të tretën herë nën kryq.
Tavlojmë Krishtin me kohën, se me kyçën mund të shenjtesh probleme botën mbarë. E unë jam krim, e jo njeri, shpoti për njerëz dhe për bujzje e popullit. Gjithkush që më sheh më përqesh, nga dëgjeshin buzët, luajnë me kokë. Shpreson në Zotin le ta liroj, le ta shpëtoj nëse e ka për zemër. Ne që jemi të fortë e kemi për detyrë të bartim të metat e të velikëshve, e jo të kërkojmë çka neve na pëlqen. Secili prej nesh të mundohet t'i pëlqejë të afërmit të vet për të mirën e tij, që të përparojë në fe, sepse as Krishti nuk kërkoi t'i pëlqejë vetvetes, por sikurse është në Shkrimin e Shenjtë, sharjet e atyre që do shahin ty, ranë mbi mua. Na mëso, Zot, të kuptojmë mirë se tër jeta jonë toksore është vazhdimisht një ngritje e re dhe një fillim i ri sipas fjalës sate. Edhe juve do t'ju urejnë të gjithë për shkak të emrit tim, por sa ai që do të qëndrojë deri në fund, ai do të shëlbojë. Ne përqafojmë çdo iniciative në emrin e shenjtë të Zotit. Vështirësit nuk na skurajojnë. Ne duhet të kryejmë detyrën tonë dhe të vazhdojmë të presim. Kjo është ajo që Zoti kërkon prej nesh. Qoftë ati të virit e shpirtit qenë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. mëshira Zot për ne. Mëshirë për ne. Të falenderojmë o Zot për dhuratën e çdo fëmije. Të falemi Mari, Hir plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. të falemi Mari, Hir plot Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fruti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të ndalurit e 10, Jezu Krishtin e zhvishit. Të adhurojmë o Krishtin të me kohën. Ushtarët, pasi e kryqëzuan Jezusin, i morën petkat e sipërme të tijat dhe i ndanë në 4 pjesë, secilit ushtar nga një pjesë. Morën dhe petkun e poshtën. Ky nuk ishte i qepër me pola, por i punuar një copë. Prej në majë në fund. Pastaj i thanë njëri tjetrit: nuk po e ndajmë një pjesë, por po qesim short. Kujt t'i bjerë? Ndodhi kështu, që të shkoj në vend fjala e Shkrimit të Shenjtë. I ndan ndër vete petkat e mia, e mbi petkun tim qitën short. Bën o Zot që në çastet e vështira të jetës sonë, sidomos kur është në pyetje nderi ynë, mos të molistemi para gjykimit të njerëzve, për të lehemi në duart e gjyqit tënd hynor. Dhe në të shpresojmë ata që janë në Krishtin, të kërzuan trupin në vet bashkë me prirje dhe dëshirat të pruajtja. Giovanantida luftoi me të gjitha forcat e saj kundër të gjitha padrejtësive dhe gjithashtu për të mbajtur gjallë fenë në jetën, veprën dhe në institutin e saj.
Lavdiatit e birit, qoftë mjatit e birit e shpirtit shehur, si ka qenë në fillim ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Mëshira Zot për ne. Mëshirë për ne. Ndalesa e 11 përgatiten edukatorët. Të falenderojmë o Zot për të gjitha nënat tona. Të falemi Mari, qërplotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, qërplotë Zoti me ty, e bekuar jemi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti barku tënd Jezusit. Shenjtja Mari, nëna e hyut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. A ka ndonjë edukatori këtu? E 11. Jezu Krishti me kushdojnë në kryq. Të adhurojmë o Krishte, të bekojmë, se me kryqin tënë të shenjtë shpërbleve botën mbarë. Kur arritën në vend që quhet Kafka, aty e kryqëzuan, atë dhe bakëqenjtë, njërin në të djathtë e tjetrin në të majtë. E Jezusi lutej, fali o atë se nuk din ç'bëjnë. Mbi krye i vun shkresën e arsyes së dënimit. Ky është Jezusi, mbreti i judejve. Kalimtarët e shanin, duke tundur kokën e thoshin: "Ej, ti që rënon tempullin dhe rindërton për 3 ditë, shpëtoje dhe veten, zbrit prej kryqit." Po ashtu dhe kryepriftërinjt e shkribët e vinin në lojë, njëri me tjetrin dhe thoshin: "Të tjerit i shpëtoi, por veten s'mund ta shpëtoj. Mesia, mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi, që ta shohim e ta besojmë." E fyenin edhe ata që e kishin kryqëzuar me të. Kur u bë ora 6, errësira e mbuloi mbar dheun deri në orën 9. Ndjekësit e tu të vërtet i mbajnë tërmend fjalët e apostullit. U kryqëzova bashkë me Krishtin, jetoj, por jo më unë. Në mua jeton Krishti, e këtë jetë që tani e jetojnë në trup, e jetojnë në fenë e birit të hyt, i cili më deshi dhe e flijoi vetveten për mua. Giovanantida udhëton nëpër Europë duke kërkuar vullnetin e Zotit. Ajo pa në kryq persekutimin e saj të plot ndaj Zotit. Vetëm Zoti, një moto që tregon për shpirtërinë e saj. Qof lumjatit e birit e shpirtit shehët, Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. mëshira Zot për ne. Mëshirë për ne. Jemi duke u afruar ndalesës së 12, që është ndalesa ku Jezusi ndron jetë. Te kjo ndalesë jemi të ftuar të bim gjujnë të gjithë para të Madhit Zot, pa turp, pa marrë dhe në shenjë mirënjohje. Është gjesti minimal për të shprehur mirënjohjen tonë Krishtit. Kështu që gjatë leximeve jemi të ftuar gjithë të qëndrojmë në gjujnë, vetëm ata që kanë dhimbje gjujnë shtrin në kam, të tjerë të gjithë në gjujnë para të Madhit Zot. Të ndalurit e 12. Jezu Krishti vdes në kryq. Të adhurojmë o Krishte, të bekojmë.
Në orën 9, Jezusi lëshoi një gjëm të madhe. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Që përkthehet: Hyjim, hyjim, përse hoqe dorë prej meje? Dielli u zu, e kultrina e tempullit u nda përmjedis. Atëherë Jezusi bërtiti me zëm të madh. O atë, në duar tua po e dorëzoj shpirtin tim. Si tha këto, dha shpirt. Centuroni, kur pas se ç'ndodhi, zuri të lëvdoi hyjën e tha: Ky njeri ishte me të vërtet i drejt, por hyje doftoi dashurinë e vet kundrejt neve kështu, ndërsa ne ishim ende mëkatar. Krishti vdiq për ne. E mbasi tani ne jemi shfaqësuar me anë të qëkujt të gjakut të tij, është më e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi. Ti na mësove, o Zot, se vuajtjet tona duhet të jenë burim shëlbimi. Përngjajni hyjt për si bijë të dashur dhe jetoni në dashuri, sikurse Krishti na deshin ne dhe për ne ja flijoi vetveten hyjt, por sikur shtefli që jep erë të mirë. Pas një jetë kushtuar të varfërve dhe pasi përjetoi vuajtje të shumta, Giovanantida vdiq në gusht 1826. Ajo thot, nëse meditojmë Jezusi kryqëzuar, do të gjejmë forcen sa na duhet. Qeft lumjatit e birit e shpirtit shëj. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës same. Mëshirë o Zot për ne. Mëshirë për ne. Unë besoj se është një Zot në qenë që për mua u dënua. Jetën e vet në kryqëra, që unë të shpëtoja. Ai më thiri në emër, më shikoj me dashuri, gjithçka pati e dha, Jezus, Jezus, Jezus. Ndalesa e 13, dy farmacisë, Diana dhe Maria. Diana dhe Maria. Të ndalëve të 13, Jezu Krishtin e ulin prej kryqit. Të adhurojmë o Krishte të bekoj. Në këmbë përbrik kryqit të Jezusit, qëndronin nëna e tij, pastaj motra e nënës së tij, Maria Klopajt dhe Maria Magdalen. Pasi ishte ditë e përgatitjes dhe që trupat të mos rinë kryq të shtunën, ajo e shtunë ishte ditë e madhe. I bën lutje Pilatit që të kryqëzuarve të theheshin kërcit dhe të uleshin prej kryqit. Erdhën, pra, ushtarët e të parit e të dytit, që ishin kryqëzuar më të. U thyen kërcit, kur erdhën tek Jezusi, si e panë se kishte vdekur, nuk ja thyen kërcin. Për njëri prej ushtarëve me hesht, ja shproi kraharorin dhe menjëherë rodhi gjak e ujë. Sa ngushëlluese janë fjalët e tua, o Zot. Unë jam ringjallja dhe jeta. Kush beson në mua, edhe nëse vdes do të jetoj. O hyj, ti deshe që birin tënd të gozhduar në kryq, ti rrinte pranë nëna dhe të vuante bashkë me të. Bën që kisha jote, bashkë me Zojën, të marrë pjesë në mendimet e Krishtit. E kështu të meritoj të marrë pjesë edhe në ngjalljen e tij.
është tek embet e Jezusit e kryqëzuar që unë marrë gjithë forcen që me nevojitet. Është për të dhe për afërmin tim që unë vuaj. Qoftë lumjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Me jetës amen. Mëshirë o Zot për ne. Mëshirë për ne. Faleminderit Zot për Marinë dhe për Dianën, të cilat janë gjithmonë në shërbim të komunitetit. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jendi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusit. Shenjtja Mari, Nana e hyjut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot Zoti me ty, e bekuar jendi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezusit. Shenjtja Mari, Nana e hyjut, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Të ndalurit e 14. Jezu Krishtin e vërrosin. Të adhurojmë o Krishte, të bekojmë. Jozefi e mori trupin, e mbështolli në pëlhur të pastër dhe e vendosi në varin e vetë të ri, që e kishte qelur në shkam. Pastaj rrokullisi një derë një gur të madh dhe shkoi. Aty ishin Maria Magdalen dhe Maria tjetër, rinin kundrall varit. Armiqtë e Jezusit shkuan dhe siguruan varin, mbulosën gurin dhe vunë rojën. Shembulli yt o Zot, na flet qartas se pas të premtës së madhe vjen në ngjallja. Nëse kokra e grurit e mbjell në dhe, nuk vdes, jetë e vetme, po nëse vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet do ta humbë. Ai që urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Giovanantida i shkroi një murgesh. Objekti i shpresës sime është se ne dhe të shohim njëri tjetrin përsëri në parajs. Le të jetojmë deri në fund me një besim të gjallë, shpresë të fortë, bamirësi dhe dashuri të zjarrte për Zotin dhe për të afërmin tonë. Qoftë lumjatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Mëshirë o Zot për ne. Mëshirë për ne. Përsërisim pas meje. Jezus, unë besoj në jetën e pasosur. Jezus, unë besoj në ringjalljen tënde. Jezus, unë besoj që ti je çdo ditë me mua. Jezus, unë besoj që ti me do edhe kur unë vuaj. Jezus, faleminderit që nuk na dhe shi. Keni në ju po atë ndjenja që ishin në Krishtin Jezus, i cili edhe pse me natyrë hyj, farazinë e vend me të, nuk e çmoi si një lisar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u boi ngjashëm me njerëz, dhe përkapamja jashtme duke i vetëm njeri. E përkulli vetveten duke u bërë dëgjueshëm deri në vdekje, deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe dhe i dha emrin që është mbi çdo emër,
që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë dhe të dëshmojë Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Pasi kaluar në mend ndimet dhe vdekjen tënde, ne po kthehemi përsëri në jetën tonë të përditshme. Ti nuk ke ardhur në këtë botë që të na lirosh nga mjerimet e kësaj jete, por që t'i japish vuajtjeve tona kuptimin shpëtues për jetën e mshuar. Edhe apostulli na mëson. E në qoftë se në Krishtin shpresojmë vetëm në të mirat e kësaj jete, atëherë ne jemi njerëzit më të mirë. Ti nuk na e ke hequr kryqin nga jeta, por na mëson si mundemi me ty të mbartim kryqin dhe vuajtjet t'i shndërrojmë në gur bekimi dhe gëzimi. Për ne dhe të tjerë, na ndihmo po të lutemi që kjo e vërtet, thellësisht të thadrohet në zemrat tona gjatë tërë jetës, por sidomos të ngjallet në ne kur të vijë koha e vuajtjeve dhe e mjerimeve. Amen. Zoti i qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Ju bekoft hyjnë pushtetshëm Ati, Biri, e Shpirti i Fshehtë. Amen. Tani përgatitemi për meshën e shenjtë. Nuk dëshirojmë që të jetë asnjë njeri jashtë të zërim të gjitha cepët e kishës në mes anash, kudo që ju të ndjeni mirë. Besoj në dashni, nuk ju dëgjoj, është dora jote o Atë, qote qutimin tim. Besoj në ty o Atë, besoj zotin në ty, ti e mështetja ime, ty vetëm u shpresoj, ti e mështetja ime, ty